Në këtë edicion do të ndihni. Qytetarët ankohen për rritjen e çmimeve. Shporta atyre familjare po dobësohet. Hapësira të Sahat Kulla shndrohet në parking. Këtë të diele do të bëhet ndryrimi i orës, ku akrepa do të zhvendosen 60 minuta përpara. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Rritja e çmimeve të shumë produkteve e së fundmi edhe derivateve nga njohësit të fushës së ekonomisë po vlerësohet si shumë shqetësuese. Jakub Bellaça, ekspert, thotë se mirëqenia e qytetarit po dobësohet nga dita në ditë si rezultati i çmimeve të papërballueshme e për shportën e tyre familjare. Çmimi i naftës dhe derivateve të saj në vend ka pësuar rritje shumë të madhe, si shkak i ngjarjeve që po ndodhin në lindjen e mesme. E gjatë ditëve të fundit në Kosovë, nafta ka shkuar deri në 1.78 euro për litër, me që rast naftëtarët i kanë bërë thirrje qeverisë për heqjen e TVSH-s. Jakub Bellaça, njohës i çështjeve ekonomike, është shprehur se kriza e fundit në rritjen e çmimit është reflektuar në Kosovë, sepse importojmë nga vende tjera, kështu që në çmim lidhen edhe shpenzimet e transportit, taksat e akciza. Sa përket krizës së ndihshme, domethënë konfliktit që është shkaktuar mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar, që ka ndikuar në zinxhirin furnizës të derivatëve të naftës dhe benzinës, reflektohet edhe në Kosovë, sepse ne jemi e shoqëri dhe shtet që importojmë, nuk kemi ndonjë rafineri të naftës apo të benzinës në Kosovë, andaj importojmë nga vendet si Hungaria, Greqia, shtetet arabe apo vendet e lindjes së mesme dhe nga porti i Durrësit, kështu që edhe shpenzimet e transportit dhe procedurat tjera, taksat, akciza edhe TVSH-ja ndikojnë ndjeshëm, mirë po diferenca është nga operatorët e pompave të derivatit, të cilët për shkak se funksionojnë bazë ligjeve komerciale të vetes të cilëve me kanë fitimet. Tutje Bellaça shtoi se përderisa parlamenti nuk funksionon, sepse çdo vendim duhet të miratohet me procedura ligjore, është vështirë të procedohet ulja e TVSH-s. Sa përket heqjes e TVSH-s, TVSH aplikohet diku në 18%, është TVSH është konsumatori i fundit realisht e paguar, çdo blerëse, mirë po në këtë moment po më TVSH-ja mund TVSH-ja më ul, domethënë norma tatimore, nga 18% mund më kënë më ullë, për shembull më kënë 10% apo 8%, mirë po për momentin desha parlamenti nuk është duke u funksionuar, realisht çdo vendim i qeverisë, çdo propozim i qeverisë duhet të miratohet në procedura ligjore, edhe duhet të miratohet të dokumentet të Kosovës. Në këtë rast për momentin është vështirë kjo të procedohet. Se i përket vendimit të Ministrisë për marshat e përcaktuara për çmimin e derivateve, Bellaça vlerësoi se duhet punuar në bazë të rregullorës dhe të respektohet ligji. Përshëndes vendimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, të cilët marrë fitimit për atë me shumicë ka caktuar diku në 2 cent, gjithashtu me pakisë ose 12 cent, realisht ky vendim nëse respektohet efektivisht praktik, inspektoriati i tregut thjesht dele në teren edhe në bazë ligjeve rregullorëve, thjesht aty ku ka abuzim të çmimeve, nëse respektohet edhe nëse punojnë në teren, realisht duhet ta ketë efektin praktike, mjafton që këtë ligj për momentin që të respektohet, mirë po në këtë rast ka duhet të zgjeruar se duhet të respektohet, mirë po vajza punojnë në teren, inspektorati gjithashtu edhe monopolet e mshefëve në këtë rast duhet që të eliminohet, të shteti në këtë rast duhet të intervenojë si autoriteti konkurrencës dhe mekanizma tjerë. I pyetur nëse do të kishte një alternativë më të mirë se sa heqja e TVSH-s për çmimin e karburanteve, Bellaça bëri të ditur se është mirë që të formohet një rregullator për derivate. Alternativa më mirë realisht do duhet të ketë të themelojë një rregullator për derivate, naftës dhe benzinës, rregullatori mirët me korektimin e çmimeve, ku veprojnë forca oferte dhe kërkesës,
pjesë me një ligj, me një vendim qeveritare, kjo në rregullator mund të themelohet në aspektin e afat mesëm dhe afat gjatë që çështja do të rregullohet. Sipas Bellaqës, nuk është me rregull që çmimet të ngriten brenda natës, nga se bizneset që operojnë kanë shpenzime dhe rrjedhimisht kjo ndikon të rriten edhe çmimet e produkteve të ndryshme dhe të rëndohet ekonomia familjare e qytetarit. Për ngritjen e çmimeve dhe vështirësitë në përmbylljen e obligimeve mujore në raport me të ardhurat që sigurojnë, kanë folur edhe disa qytetarë. Në opinionet e tyre, ata janë shprehur të zhgënjur me avazën e ngritjes së çmimeve të cilat shumë shpesh po i detyrojnë të eliminojnë nga shporta e tyre shumë artikuj. Çmimet e shumë produkteve bazë në vend kanë shënuar rritje të vazhdueshme, duke e vështirësuar gjithnjë më shumë jetesën e qytetarëve. Kjo situatë është përkeqësuar sidomos në muajt e fundit, kur vendi po përballet me një valë të reinflacionit dhe zhvillime globale që po ndikojnë drejt për drejt në ekonomi. Ekipi ynë ka qëndruar në terren, ku ka takuar pensionistë dhe qytetarë të kategorive të ndryshme, të cilët kanë shprehur shqetësimin për sigurimin e produkteve në baza ditore, në disa raste edhe ato bazike. Çmimet që 2 vjet të na në Kosovë janë katastrofë. Çdo lloj artikull është përtëse, unë nuk e di që shpëjetojnë njerëz. Tana, asnjë. Unë shkoj kaneri kom familjen në Evropë. Janë çmimet më të lira, çfarë standardi ka Evropa, çfarë kemi na. Nuk e di ku do të shkon, ka do të shkojë kjo situatë. Krizë e madhe është. Na si qytetar për shohim vetë si çmimet janë në qiell, as në Gjermani janë më të shtrenjta si këtu. Për shembull, një pension 220 euro ku punu 4 vjet e 220 euro më. Kështu, po inshallah Zoti e bën mirë, s'fa di shka me ta. Kryt nalta, si me rrym, si me ujë, si me bërlog, si me tas. Na i marim 150 euro nima, bërë nësë për në dalin. Po shka me bo, qashtu pishtim. Ekspertët vlerësojnë se situata është ndikuar edhe nga zhvillimet ndërkombëtare, përfshirë luftën në lindjen e mesme, e cila ka rritur çmimet e energjisë dhe transportit, duke reflektuar më pas edhe në tregun vendor. Një hapësirë publike të objekti Satkullës në Gjakov, në vend që të shfrytëzohet në përputhje me destinimin e objektit, është shndruar në një parking, nga se si parkojnë makinat e tyre në këtë hapësirë pa pasur as pak problem. Një pjesë hapësirës në zonën e Satkullës prej kohësh është shndruar në parkim të automjeteve, duke ndryshuar dukshëm funksionin dhe pamjen e një prej zonave më të njohura dhe historike të qytetit. Ndonëse kjo hapësirë konsiderohet me vlera të veçanta kulturore, realiteti në terren tregon një situatë ndryshe, ku automjetet janë të pranishme pothuajse çdo ditë. Kjo gjendje po vlerësohet as pak e përshtatshme nga qytetarët, sidomos nga ata që i kushtojnë rëndësi ruajtjes së hapësirave publike dhe trashëgimisë kulturore. Shumë prej tyre prapakamerës theksojnë se zona për rreth Satkullës duhet të shërbejë si hapësirë për këmbësor dhe vizitor, e jo si vend parkim, pasi kjo cënon jo vetëm estetikën, por edhe rëndësinë historike që ka kjo pjesë e qytetit. Redaksia jonë lidhur me këtë çështje dhe për të kuptuar çka ka në plan komuna e Gjakovës të ndërmarrë në këtë zonë, ka dërguar pyetje në zyrën për informim. Megjithatë, deri në realizimin e kësaj kronike, nuk kemi pranuar asnjë përgjigje. Ekzistojnë disa teste moderne të diagnostikimit të alergjive sezonale. Alergologu Denis Gorçi, duke folur për testet kutane dhe ato që bëhen me gjak, ka theksuar se të dy testet kanë saktësi të plotë dhe janë shumë të lehta për të realizuar nga ana e pacientit. Testet kutane janë procedura diagnostike që përdoren për të identifikuar alergjitë ndaj substancave që merren me frymarrje. Alergologu Denis Gorçi thot se ekzistojnë në praktik 2 panele të testeve kutane, për të cilat ai vlerëson se janë shumë të shpejta dhe të lehta për pacientin. Kemi 2 panele, ky është paneli i testeve kutane ajrore, ndërsa ky tjetër është paneli i testeve kutane apo lëkurore ushqimore, dhe në
Nga dyshimi se gjatë anamnezës, dyshimi që e kemi tek çfarë alergjie mund të jetë prekur pacienti, vendosim që ta bëjmë ose testin kutan ajror ose ata ushqimor. Këto testet kutane janë testet shpejta, janë teste jo invazive, janë teste që kryen për një kohë shumë të shkurtër, diku maksimumi 50 minuta, janë teste shumë pak të kushtueshme dhe ka një siguri 100%, sepse shohim me sy reagimin e trupit ton ndaj alergjenëve të caktuar dhe gjithashtu e vrem edhe nivelin e alergjisë që pacienti mund ta ketë ndaj alergjenit të caktuar. Alergologu Gorqi gjithashtu në emisionin Med Plus është shprehur se përveç testeve kutane për diagnostikimin e alergjive ka dhe teste alergjike me gjak, të cilat më së shumti përdoren të fëmijët, por nuk përjashtohen edhe të rriturit e disa kategorive. Kabinetin tonë bëjnë edhe testet alergjike me gjak, apo e ashtu quajtura IgE specifike. Atë më shumë e përdorim tek fëmijët, tek moshat nën 3 vjeç, të cilët nuk qëndrojnë në pozitën e ulur në tavolinë për 50 minuta, dhe gjithashtu e përdorim edhe tek pacientët që kanë një lëkurë të ndihshme, që quhet si dermografi, domethënë që reagon më shumë se sa që duhet reagojë një lëkurë jo e ndihshme. Ajo është analizë që bëhet përmes gjakut, diku rezultati del pas 4-5 ore, është edhe ajo absolutisht e saktë sikurse testet kutane, vetëse e dën kohën, merr kohë pak më gjatë se sa rezultati, domethënë në krahasim me testet kutane. Këto teste kanë një saktësi të madhe dhe janë të domosdoshme të bëhen nëse kërkojnë profesionistët e fushës. Kujtojmë se alergjia është një luftë kundër substancave që sistemi imunitar i konsideron të huaja për veten e tyre, ndërsa llojet më të zakonshme të alergjive janë sporet nga këpurdha, pluhuri, poleni, alergjia në kafsh, pickimet nga insekti, astma e sëmundje të tjera alergjike. Alergjene mund të ketë sado, sepse nuk janë të kufizuar, prandaj testet kutane janë shumë mira sepse mund të ketë një numër të madh. Këtë të diele do të bëhet ndërrimi i orës, ku akrepa do të zhvendosen 60 minuta përpara. Në orën 2 të mëngjesit, ora do të kalojë direkt në orën 3 të mëngjesit, duke shënuar fillimin e orës verore. Ndërrimi i orës ndodh 2 herë në vit, në të dielen e fundit të marsit, ku ora shkon përpara, dhe në të dielen e fundit të tetorit. Në orët e para të së dielës së 29 marsit 2026, në Kosovë dhe në mbar Evropën, do të hyjë në fuqi ora verore, duke shënuar kështu ndryshimin tradicional sezonal të kohës. Saktësisht në orën 2 pas mesnate, akrepat e orës do të zhvendosen një orë përpara, duke kaluar direkt në orën 3 pas mesnate, me që rast nënkupton zhvendosin e akrepave 60 minuta përpara. Kjo të thotë se qytetarët do të humbin një orë gjatë natës, por që e njëjta do të zëvendësohet me ditë më të gjata dhe me më shumë dritë natyrore gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes. Ky ndryshim bëhet çdo vit në të dielën e fundit të muajit mars dhe është pjesë e sistemit të njohur si ora verore, i cili zbatohet nga shumica e vendeve evropiane. Qëllimi kryesor është shfrytëzimi më efikas i dritës së diellit dhe reduktimi i konsumit të energjisë elektrike. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se ndryshimi i menjëhershëm i orës mund të ndikojë përkohësisht në ritmin biologjik të njerëzit, duke shkaktuar lodhje, përgjumje apo vështirësi në përqendrim gjatë ditëve të para pas ndërrimit të orës. Ndërkohë, ora verore do të mbetet në fuqi deri në fund të muajit tetor, kur akrepat e orës do të kthehen një orë pas, duke rikthyer sërish orën dimrore. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Qytetarët ankohen për rritjen e çmimeve. Shporta atyre familjare po dobësohet. Hapësira të Sahat Kulla shndrohet në parking.
Këtë të diele do të bëhet ndërrimi i orës, ku akrepa do të zhvendosen 60 minuta përpara. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.